Prezent sot këtu shkëlqen Salihu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Falënderimet dhe lavdërimet si çdo herë takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Ato e falenderojmë dhe vetëm prej tij falë ndim kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej të keqijave të vetvetes dhe veprave tona të liga. Kënd o zon i madhi Allah në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush që lathit dhe kë ala në humbje nuk ka kush që o zon. Dëshmoj se nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç Allahut të vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i fundit të tij. Salavat dhe selamet e Zotit të qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët hecin dhe përcjellën dhe krenohen me rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, do të mundohen na më shkurtuar se u bë gjatë. Edhe pse nuk e kam zanatun e hiç me shkurtue. Po përshëndetja tona inshallah nuk janë sikur 5 minutat e forrazhive. Bëni sabër edhe pak. Padyshim se Allahu azza wa jall krijoi çdo gjë. Pe krijesave tina janë edhe njerëzit. Mirë po njerëzit i krijoi në dy grupe. Mu'minun wa kafir. E krijoi besimtarët dhe qafirat pa besimtarët. Pra Allahu azza wa jall i krijoi njerëzit dhe i ndajti në grupe. Padyshim që prezantimi juaj në këtë xhami, ardha juaj në këtë xhami dëshmon qartë se Allahu azza wa jall na ka zgjedhur neve për miliarda njerëzve dhe na ka bërë për grupet lavdëruar dhe dashur të ai për besimtarëve. Dhe nimeti ma i madh për shumë nimeteve që na ka dhënë Allahu azza wa jall. Dhe nuk ka mundësi me u numëru nimetet e Allahut subhanahu wa taala. Është dini Allah subhanahu wa taala që të ka zgjedh që shumë janë privuar prej këtij dini. Të ka zgjedh ty dhe të ka prunë në xhami që shumë janë privuar prej këtij dini. Dhe një herë të ka bë musliman, të ka bë besimtar, e ata të cilët i kalon për jashtë besimit, ata bën jetën sikur se kafshët bile dhe më të humbur se kafshët. Thot Allahu azza wa jall, innahum kal'an'am bal hum adallu sabila. Thot Allahu azza wa jall, thot ata janë sikur se kafshët bile dhe më të humbur se kafshët. Pa dëshim vllai dashur musliman, e sidomos që jetoni në Evropë. Jetën që e bën dhe i shiqoni direkt, nuk ka nevojë me fol sikur vllaznive tonë që në Maqedoni, në Kosovë apo në Shqipëri dhe në vendet arabe. Po ju e shihni vetë këtu se jetën që e bën këta shpesh herë sikur se kafshët edhe më të humbur se kafshët. Vule dhe fjalë e Allahut azza wa jall jo e hoxhës, që ka argumentuar për këtë. Dhe na ka zgjedhur neve pe umetet më të mirë. Pe umetet që ka lavdëruar Allahu subhanahu wa taala. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju jeni ummeti më i mirë që jeni nxjerr pe krejt dhe jeni dallu pe këtë ummet të njerëzimit. Që urdhënon në të mirë dhe ndalon nga e keqja. Gjithashtu na ka lavdëruar Allahu azza wa jall, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Dhe kështu Allahu azza wa jall pasi që uzoi o bëri juve umet mesatar, umet të drejtë, që të jeni dëshmitar për njerëzit dhe të jetë dëshmitar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndaj jush. E shumë ajete tjera në të cilat Allahu azza wa jalla na ka lavdëruar si umet. Mirë po, të nderuar vëllezër, nëse kthehemi dhe shiqojmë sot gjendjen e muslimanëve në botë, gjendjen e të cilën po kalon ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim se çdo njani pa e zgat hiç është se gjendjen e të cilën po kalon ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam po kalon në një gjendje të mjerueshme, në një gjendje të vështirë, në një gjendje me plot probleme dhe sakrifica, për arsye se e kanë shtramuar ligjin e Allahut azza wa jall musliman dhe kanë lanë anash librin e tij dhe hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se dhe kanë shtramuar rrugën dhe fjalët e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim se këta janë të meta me të cilat ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam po vun. E këto vuajtje po i bojnë edhe një pakicë e njerëzve të cilët e kanë dërt dinën e Allahut azza wa jall. Shtrohet pyetja të nderuar vëllezër, a thu vallë madha qadamna li dinillah, çfarë kena përgatit na për fen e Allahut azza wa jall, e bojna dërtin e dinit të Allahut subhanahu wa taala. Pa dyshim se çdo 90% e muslimanëve, shumica e muslimanëve sot fatkeqësisht
derti i tyne është me imbush barkat, me flajt mirë, me mendua më martu me një gru të bukur, me pas në i kërë para shpije, me ndërtu një shpi, dhe derti i dinit është masdore. Derti i dinit, ndërtimi e xhamijave, furnizimi i xhamijave, furnizimi i davetxive dhe furnizimi në rrugën e Allah subhanahu wa taala është çështje që nëse ka kohë ton vitin një minut bile i do këtë shumë. A keni dëgjuar për sahabët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A thu vallë si e kanë kuptuar ata fjalën la ilaha illallah? Jo sahabët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, po vetë Ebu Jehli, mushriku dhe me plot mushrika tjerë e kanë kuptuar fjalën la ilaha illallah ma mirë se sa shumë fraksione që i anojnë kafeja Allahut azza wa jall dhe janë feja Allahut azza wa jall dhe janë i thonë vetes janë i tharë të dinit Allahut subhanahu wa taala. A dini rastin kur ka thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mushrikat, i ka thirr ata dhe i ka tubue dhe ju ka thonë unë a dini për çfarë kam thirr? Abu Jehli thotë tregona për çfarë ka thirr. Thotë që kam thirr më afon vetëm në fjalë. Abu Jehli thotë në fjalë, jo në fjalë, po 10 dashtuj. Thuje se po të ngojna. Thotë pejgamberi sa jo s'po du 10, vetë një fjalë për meje, që është shumë e lehtë më mojt mend dhe më thon. E lehtë më mojt mend dhe më thon thash. Mirë po më praktikue është eran. Pejgamberi sa tha, qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Pejgamberi sa tha, thuni tha la ilaha illa Allah, tha do të shpëtoni. Ebu Jehli halopa e kry, e kuptoj që do me thonë fjala la ilaha illa Allah, që shumë musliman se ka kuptu. E çfarë tha të ndëruar vëllezër? Amma hadha fala, tha vetë që të fjallë tha jo. Që të fjallë tha që e tha la ilaha illa Allah, tha vetë që të fjallë tha jo. Nuk e për arsye se e kuptoj se kur thush la ilaha illa Allah, do të thot me punu për dinin Allah azza wa jall. Kur thush la ilaha illa Allah, do të thot do të me sakrifiku për dinin Allah subhanahu wa taala. Kur thush la ilaha illa Allah, do të thot do të me qel xhamia për me quep të para davetin. Dhe kur thush la ilaha illa Allah, do të më fliju edhe me jetë. 24 orë do të me kanë në shmëri me Allahun azza wa jall. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thot Allahu azza wa jall, thuaj namazim, ibadetet e mia, jeta ime dhe dheka ime janë thjesht vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pra me ka 24 orë, çdo vepër që bën, çdo frymëri dhe xhumin që ka thonë selefi, me llogarit ibadet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. A thu vall, a duhet me ngu tribuna shumë për me ndihmu dinit Allah subhanahu wa taala? A thu vall, duhet me najt me hoxhallar me vite, me kry fakultet, magjistraturë dhe doktoraturë për me ndihmu dinit Allah subhanahu wa taala? Wallahi jo, sahabët e Rasulullahit ka najt me pak minuta me pejgamberin sallallahu. E ka thonë shahadetin dhe ka dol ka bo hajt madh, saqë sot shumë musliman numër jam persona, numër nuk mundën me bë jetojnë ka 80 vjet, 90 vjet. Dëgjoj tregimin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Erte pejgamberi sallallahu pe muslimanëve të parë që pranoi dinin e Allahut azza wa jall. Erte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ya Rasulullah, tha, me çka po mordon?" Tha me besu Allahun azza wa jall, me hin fejnë Allah subhanahu wa taala. Tha thuaj la ilaha illallah dhe mun besu edhe Musa jam pejgamber Muhammed Rasulullah. Ebu Bekri e tha këtë fjalë najti pak me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u shua la pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u bë musliman vet dhe me një herë shkoi e thirri familjen e vet. Ditën e parë, ditën e dytë, dole dhe thirri rrethin e ngushtë shoqënisë vet. A din kush e ka planuar më herë mas Ebu Bekri dhe ka qenë sebeb Ebu Bekri e jo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuzimin e njerëzve më dashur mas pejgamberëve. Edhe aty në bilet përgëzume me xhenet. E pas pej tyre ka qenë sebeb që janë uzue si Uthmani, Abdulrahman ibn Aufi, Sa'd ibn al-Waqas e të tjerë, ka qenë sebeb që janë uzue Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Pas pej këtyre dhëdhëve përgëzume me xhenet, e vetë i gjashti erdhen dhe e thanë shahadetin të Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj xhamiat po i çelim. Po xhamiat duhet më mbush, mos pritni se i mbushin hoxhallar. Se hoxha nuk ta nxje babën, hoxha nuk ta nxje djalin e hallës, hoxha nuk ta nxje djalin e dajës, hoxha nuk ta nxje kojshien, po ti je ai i cili duhet me kanë si sahab, të mëson dinin e Allahut azza wa jall në xhami dhe më njëherë me praktikua dhe me thirrë të tjerë. Ka pas raste tjera që kanë thirrë shumë dinin e Allahut azza wa jall, me pak thash.
Mirë po dikush mundet me thonë hoxh, unë e vin xhami po jam mëkatar. Unë e vin xhami dhe po du me ndihmu dinit Allahut Azza wa Jall. Po kam shumë mëkatet e mia, po tutna më mirë mos me thirr dinin Allah subhanahu wa taala, se po mbien marrë pe Allahut dhe po mbien marrë edhe pe aty në që më njohin. Vllai dashur po tregoj në tregim shkurt që me dhon kurajë se na kret jena pe mëkatarve. Pa mëkate janë vetëm ata të cilët i ka mbrojt Allahu Azza wa Jall pejgambert. E na gjithë tjerë jena pe mëkatarve, çdo i biri Ademit. Kullu ibn Adem khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Pejgamberi sa çdo i biri Ademit ka thonë është mëkatarve. E më i miri pe mëkatarve ka thonë është ai i cili pendohet. Prandaj kusht për mëkatin tonë është më pendue. Po nuk është kusht mëkati jot me të pengue me ndihmu dinit Allahut Azza wa Jall. A ka dëgjuar për Abu Mihjanin? Një ushtar mirë, një kalorës i madh i historisë islame. Po e kishte një tmet, ja ka e ke shumë rakin me pi dhe shpesh herë u reke. Për shkak të rakisë që e pinte. Dhe lufta e Kadisijës ndodhet të ndëruar vëllezër. E kryet luftës Kadisijës ishte Sa'd ibn Waqqasi. Sa'd ibn Waqqasi mos ishte përgatiti ushtrin për me shku luftën e Kadisijës, e lidhi me pranga dhe i tha ti tha nuk merr pjesë në lufta me neve. Sa'd ibn Waqqasi për arsye se ishte që kishte pi alkool, ishte i pit. Dhe çka bani? Pasi që shkun ata në betej, ky e shihte kalin e Sa'd ibn Waqqasit se s'kishte mujt me marrë me vete Sa'd ibn Waqqasit për në shkak të një smundi që kishte. Për shkak të asoj smunde kishte shku në luftë vetëm logjistik të punante dhe të luftante, e jo me shpath për ball armikut. Dhe kalin si stash e kishte lanë të shtëpia. Toj najt lidhën ato umerzit, për arsye se nuk mund të me ndihmu diçka për dinin Allah, as edhe që ndihmon në shoqënia tina. Bashkëmoshatarët e tina, ata të cilët jetonin me të bashkë. Dhe i tha e pa për abort të josil grun, e Sa'd ibn Waqqasi dhe i tha oj fisnike. Tha apo vjen tha mu më nëzgjidh, tha pse ku budën me shku, tha vallahi në gjihad në rrugën për tek Allahu Azza wa Jall. Me ndihmu tha Sa'd ibn Waqqasit edhe shokëve tina. Tha kisha lëshu, tha po a ka naj kusht. Tha po, nëse vdes, tha falhamdulillah, falënderimi ta kanë Allahut Azza wa Jall. Tha mirë po, nëse jes gjallë vallahi po ta dha besën masi të përfundon lufta, tha kom ardhur dhe kom lidh këtu. Edhe Burnesh, e lshoj, e liroj dhe edhe kalin edhe art në Sa'd ibn Waqqasit. Shkoj Abu Mihjani me luftue. Kur shkoj me luftue atje u hudh luft me armikun si një kalors i madh dhe luftetar dhe hero i pamposhtur. Luftojnë në rrugën e Allahut Azza wa Jall derisa fituan muslimant dhe u krye lufta dhe kjo shpejt erdh edhe u lidh çuça kishte dhënë fjalën mas sumit, erdh edhe u lidh çuça kishte dhënë fjalën burrë Sa'd ibn Waqqasit. Grus Sa'd ibn Waqqasit. Edhe çka bani të nderuar vëllezër, Sa'di u mahnet kur apo. Tha vallahi kur erdha u kthy pe lufta, tha vallahi, tha me pas ditë tha që nuk është ta kali jam të shtëpia. Tha edhe Sa'd ibn Waqqasi që e kum lidh, tha kisha thonë pas që kjo është ta belka, tha kali jam, tha edhe që kjo tha kalor si hypum tina, tha kisha thonë tha Sa'd ibn Waqqasi. Tha pa ata ajo është i lidhur të shtëpia, unë kam lanë kalin tam të shtëpia, s'mundin me kon ata. Gruaja i tha vallahi tha Sa'd ibn Waqqasi o kon. E shkoi ky me një herë Sa'd ibn Waqqasi dhe i dul këtij kalor si përpara dhe i tha vallahi tha dore jam dhe s'mundet me ngrit shkopin, tha edhe me të ra, tha kur tepen alkoolin. Mos kuptohet kjo se ai ka pas drejt mi zbrit dispozitat e Allahut Azza wa Jall kur njerëzve. Mirë po i ka treguar ti istihjaan se un po kam marrë me të ra kur ti çfarë kalorës dhe çka bën ti për dinin Allahut Azza wa Jall. E kur e dëgjoj këtu tha Abu Mihjani dhe erdh marrë, që pi vjen marrë Sa'd ibn Waqqasit me rraf këta. Kjo tha vallahi tha edhe on tha pesot, tha më tha s'ka me pi alkool. Të nderuar vëllezër, me katët shumë të kena. Po t'i lam ato anër dhe të pendohemi qysh tash dhe ta pyesim veten tonë, jo me pyetje bajate dhe të përsëritne. Mirë po ta pyesim sinqerisht dhe të fillojmë punojmë çka kena përgatitur për dinin ton. Vllazni nuk janë vetëm ata të cilët janë një çënie njerëzore që kanë përgatitur për dinin e Allahut Azza wa Jall. Këta pak shembuj që e përmendna dhe shumë shkurtimisht për shkak të kohës. Mirë po e dini se ka pej kafshëve
që e kanë kuptuar se me jetu në këtë botë dhe mos me përgatit për dinin Allah Azza wa Jall, nuk mundesh me jetua. E ai është Hudhudi, është një shpend i cili ka qenë ushtri prej ushtrive të Sulejmanit a.s. Ushtri prej ushtrive të Sulejmanit a.s. Që thash nuk e ka kuptuar me jetu vetëm kafshë edhe pse s'ka ditë me fol. Edhe pse ka qenë ushtri e pejgamberit, edhe pse ka qenë ushtri e pejgamberit që ka gjykuar me ligjin e Allahut Azza wa Jall, dhe ka jetuar me ligjet e Allahut subhanahu wa taala, dhe ka pas në dorë erën, gjint, njerëzit dhe krejt, i ka pas ushtartina. Me pa çfarë, po don me ndihmu për dinin e Allahut subhanahu wa taala. Derisa u thoj dhe shkoj te Belkiza dhe po atje se ata po adhurojshin diellin, e është tregim i gjatë në Kur'an se po adhurojshin dhe bëbishin sejdë diellit dhe janë larg rrugës Allahut Azza wa Jall. Edhe erdhë dhe përgatiti për dinin e Allahut Azza wa Jall Hudhudi, erdhë edhe lajmëroi Sulejmanin alayhis salam, tha përgatit ushtri, tha se ana bari'un min ash-shirk, tha se on tha jam tha larg tha pe mushrikau, e shfaqi akiden e velasë dhe të baras, misqisa dhe mërëcis, e cila akide është e vdek sot të muslimant, është e vdek dhe nuk ekziston. Prandaj të nderuar vëllezër, Hudhudi shkoi dhe i tha Sulejmanit alayhis salam, dhe ka sebeb për hidajetin e një populli, për hidajetin e një shteti, për një hidajetin e një mretreshe dhe popullit sajna. A thu vallë, nëse s'kena mundësi me përgatitna sikur ta sahabi, përgatitën bile mas poktin dhe nuk na vije marrë, se ata kanë qenë sahabi dhe kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, na vije marrë pej Hudhudit, pej një shpende që nuk ka logjik. E Allah të ka veçu dhe të ka dhënë logjik. E të fillojsh të punojsh për dinin e Allahut Azza wa Jall. A din që shpunohet për dinin e Allahut subhanahu wa taala vllazni. Çele xhamia, masi çele xhamia, më mësu me filluar dhe me mësu dinin e Allahut subhanahu wa taala. Me filluar dhe me mësu namazin. Jo namazin çysh e ka fal baba babgjyshi. Njëri kish ardh te hoxha dha edhe pi thot, tha hoxha tha apo më mëson tha djalin tha çysh më ka fal tha bo edhe jonal. Pse tha se hoxha janë gjaf ke babën çysh ka fal kurr. Tha fale tha apo më mëson tha djalin tha çysh je fal këtë ton tha. E la babën, se se fal baba kurr. E hoxha janë gjaf ke. Mirë po pejgamberi s'ka thon falnu si babalart, po sallu kama ra'aytumuni usalli. Falnu çashtu qysh unë keni pa mu të ju falë. Pra ndaj me fillu e me mësu ahkamet e namazit. Do me thonë dispozitat e namazit, dispozitat e agjerimit, dispozitat e zëqatit. Me mësu e aj që është trektar, dispozitat e trektis. E kështu me radhë me mësu e dispozitat e dinit Allahut Azza wa Jall. Mirë pa para kësaj mos harrojmë, me mësu të vhidin Allahut Azza wa Jall, me mësu një shmërin e Allahut subhanahu wa taala, me mësu e vlerën dhe pozitën e të vhidit një shmëris në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe një herët me jetu me realitetin e muslimanve, jo me qenë islami jon, me qenë xhamin dhe më mshen xhamia, sikur sufistat, për arsye se nëse mshelim në xhamia dhe nuk na intereson gjendja e umetit përgjithësi botë, dinë të nderuar vëllezër, se këta e dojnë tagutat, këta e dojnë ata që janë kundër islamit, këta e dojnë ata të cilët i hidhron edhe takimi jon dhe hapja e xhamive për të çabohen rrugën e Allahut Azza wa Jall. Për arsye se ata dojnë me konë islami veç mbrana në xhami, e nuk dojnë me konë islami edhe në shtet, nuk dojnë me konë islami që të gjykon edhe në ekonomi, nuk dojnë me konë islami që të gjykon edhe në problemet e jetës që e ki. Mirë po dojnë me konë dhe më mbyll islami vetë në xhami. Falu, e na do të me kuptu se nuk është islami vetëm o fal, po islami thash fillim është 24 orë tjetës tane, do të thot këtë jetën tane me akushtu Allahut Azza wa Jall, që kjo është islam. Masandej çdo sen që të mësojsh tash me për hap të tjerë. Mirë po dije se Allahu Azza wa Jall me neve ose pa neve do të ndihmon dinin e Allahut Azza wa Jall. Këta që kanë qelë këtë xhami, lusim që mi bashkan gjitë tanë dhe mi ndihmue. Mirë po mos mendoni të ndëruar vëllezër se nëse ti thunës po va, punë e madhe që qelë xhamia, pse s'm kanë vetë kështu më radh. Allahu Azza wa Jall, ti je fakir, ti je i varfër, e Allahu Azza wa Jall është gani. Allahu subhanahu wa taala është i pasun. Dhe dije të ndëruar vëllezër se nëse ti nuk bjap diçka për dinin e Allahut subhanahu wa taala, dije se Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë, e shën dhe e mbron këtë din edhe pa ty edhe pa mua hiç. Për arsye se Allahu e ka marrë garancë këtë din, thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne me të vërtet e kemi zbrit dhikrin për kujtuesin dhe me të vërtet ne do ta mbrojmë ato. Pra garanca mbrojtja është pe Allahut Azza wa Jall. Mirë po, ti që më pyet kur të dalësh para Allahut subhanahu wa taala, madha qaddamta lidinillah. Që më pyet
Çka ke përgatitur për fen Allah azza wa jall? A ke pas dër dinin e Allah subhanahu wa taala? Vllai i dashur musliman, kemu pyet për këto krejt dhe mirë ai i mirë që ka pas mundësi. Mirë ai i mirë që ka pas mundësi dhe nuk ka përgatitur diçka për dinin e Allahut azza wa jall. Dhe ai lumi që ka pas mundësi dhe i ka shfrytzuar mundësit kur ju ka dhënë mundësia dhe ka përgatitur për dinin e Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, armisht e Allahut azza wa jall mundohen me shujt dritën e Allahut subhanahu wa taala. Mundohen me thik ato, mi pasa ma shumë që mundohen me shujt ato që shka thonë Allahun shumë ajete kuranore, Allahu azza wa jall veç e përhap edhe pse armisht e Allahut e urrejnë ato. Komentatorët e Kuranit kur kanë folë për ajetet që flasin lidhe me këtë tematik, kanë thonë është sikur se dynjaja me dalë dhe me i fry dritës diellit. A munen me shkym dritën e diellit? Këtë mu shuf. S'ka mundësi. Po çka ta merr mendja e krijesës e Allahut azza wa jall. Çka ta merr mendja me shuj dritën e Allahut subhanahu wa taala. Let luftohet dini e Allahut azza wa jall. Dini e Allahut subhanahu wa taala nuk ka mundësi të shuhet. Let luftohet dhe shpenzohet materialet moja. Ata të cilët janë sebeb për me sulmu dinin e Allahut subhanahu wa taala, dije se të njëjtën kohë janë edhe sebeb për me i udhëzuar njerëzit me sulmimin që e bën Islamit. Për shkurtimisht po ja them vetëm çka kam lexuar më herët për dy vllaznit ton që në udhëzua ndinin Allahut azza wa jall. Pas në mërshatorit që ka ndodhit në Amerikë, thot dul Bushi edhe fole fjale, e kreta në Amerikan jena, tha kretë tha e morën vesh që po thot. Gjuhën e nanës e ka folë ta. Po të rika të rere përmanin fjallën Islam, tha e fjallën Islam, tha se kuptum që ashtë. Pse se s'na ka interesu, tha asni fej. S'na ka interesu, tha asni din. Na ka interesu diskoteka, drogat, uthë këshia. Tha e për din, tha asë njës na ka interesu. Tha e na ka onë, tha shkort, tha hajvana, kafsh. Tha e shka bani, tha, edhe tha me një herë qoha, tha dhe ju gjujta Googles. Edhe pe ja fjallin Islam, tha, edhe që kërë po ma qetë, tha fej. E lexoj, tha kese vep, tha Bushi, tha më boni davet, tha dhe që alhamdulillah erdha me bo haqën me shukën tamë. Allahu Akbar. Do të thot dinin e Allahut edhe ai që sulmon i bën davet njerëzve. Thash dini Allahut do të përparoj dhe ka përparu dhe do të përparoj. Dhe menxhesi dhe lulëzimi dhe armë e takon vetëm Islamit e asku tjetër me garancë. E asku tjetër vetëm Islamit. Mirë po a thu vall a kena na hisën ai sen, në këtë përparim dinit Allah azza. Çdo njëri le ta pyet veten, e kul qawli hadha